filmat për para kur kemi po për që janë teleportu në të ardhmen. Njerëzit të ndryshimi ka qenë drastik, se unë jam shku prej Kosovës, ku gjithçka ka qenë shkrumbehi, ne kemi qenë të diskriminuar si këmbë, prandaj nuk kemi qenë pjesë e sistemit, kemi jetu një jetë paralele, shkollën e kemi pas, shkolla shtëpia, kështu me radhë. Kur kam shku në Amerika është super avancume, teknologji gjithandej, bankat, mënyrë që funksionojnë. Bile është shumë interesant se unë në gjimnazin Bedri Pejoni kom qenë studentja më e mira edhe si studente dallume matematike nuk kom njoftë shumë mirë. Edhe kur shku në Amerikë, matematik ka qenë një prej lëndëve që s'kom pas nevojë me mësu gati hiç, sepse për mua ka qenë shumë lehtë matematika. Por matematika aplikume ku mësojshe për banka dhe financa nuk disha kur gjë. O dosh me mësu prej zerës, për shkak se nuk kisha pas qasje në sistem financiar që funksionojnë. Sot na duket banale, me thonë që nuk e kom ditë që punohet me bankomat, mirë po se kom ditë në fakt që ka është bankomati, kur kom shku në Amerikë. Se kemi ditë këtë par punë, i kemi mësu rrugës. Si ishte në aspektin social, përshtatja, komunikimi, ndërtimi i raporteve? Ka qenë, mësë pari du me sqaru që për shkak se universiteti është një komunitet konservativ, ka qenë komuniteti ma ideal për një fëmijë 18 vjeç pa familje ofër. Do më thonë, në shkollë jëmë konë super e sigurt. Profesorët, bile në fillim, kur kom shku, kom pas problem ndryshimin e kohës, edhe nëse mungon 2 orë me radhë, tullet një notë. Edhe unë natyrisht për me majtë notën mesatare të lartë, me majtë bursën, o do është me qenë studentja perfekte. Edhe mungova 2 herë, nuk mungova, u vënova, dhe i tregova profesorit, edhe më mushën sytë lëtë, se u ndiva keq, tretën herë më thirin telefon. Do më thonë, prej se në kampus, edhe ndërtesat ku mohon ligjeratat, edhe konviktet edhe krejt, në thirin telefon, tha sigurt të ka zonë gjumi se ki mësu, tha të një që fa në zonë se je, studente je, ki mësu vonë, hajde në klasë se i vonë, edhe ma heke atë shqetsimin, ma ndeja aty e tuti nuk u vonojsha mo, se mu hek shqetsimi që jonë vetën, që një farë forme profesorët e mi e kanë dujtë edhe rolin e prindit dhe jam shumë mirë njohë, se nuk ka pas vend ma ideal për një fëmijë që nuk e ka njoftë fora Amerikën, jo më di shumë e mbrojtën, mirë po, natyrisht, nuk kom ditë me mësu. Unë kom marrë për një sistemi ku kemi mësu, ku mendimi kritik së konë shumë i inkurajum, ku kemi mësu këtë shumë përmensh, përveç në shkenca, në lanë tjera kemi mësu shumë përmensh. Edhe kur kom shku atje, ma i men, që landën e parë që ja kom nisë me mësu ka qenë hyrje në shkenca politike, edhe kanë qenë 11 faqe që na i dha me ledzu. Edhe ato 11 faqe, ndoshta 30 herë kom ledzu, tu ledzu tu kajt, se nuk e kuptojsha asë një sen. Dhe më thonë, isha shumë e mirë në anglisht, po anglisht në sofistikume akademike, kisha shumë problem, nuk disha me mësu. Kështu që viti i parë, kom hek shumë keq, jom mërzit shumë, kom kajt shumë, s'kom hongër mirë, s'kom flejt mirë, dere i kom ra në fije, qysh mësohet, metodika. Edhe qysh mësohet? Qysh i hajnë fije? Mendimin e profesorve. Profesorët jashtë zakonshëm. Do të thonë, çka do që s'ke ditë, nuk ka pas pyetje të gabueshme, nuk ka pas kohë të gabueshme, gjithë më kanë qëndru pranë, ma kanë sqaruar, më kanë dhënë metoda që me përdor qysh me mësu ma lehtë, edhe dikur, në fakt 2 vitet e para kanë qenë shumë të vështira, po mas 2 viteve e mora veten dhe në fakt si studente, gjithmonë kom qenë ose në dean's list, ose në precedence list. Dhe më thënë notën mesatare kom diplomu me nderime, me notë shumë të lartë mesatare. Komplimenta. Dua ta bëj një pyetje kështu. Po të mos e përjetoje luftën, a mendon se studimet në Amerikë do të bënin që ti t'jetoje atje pa u kthyer në Kosovë? Nuk e di, sepse konteksti kish me qenë shumë ndryshe. E di një gjë